Jo, sepse aktakuza me automatizëm nuk do me thanë se ke faq. Gjithmonë para pëlqejt të ecin në këmbë. Tash i kam disa pyetje të shpejta me po jo. A keni thjesht nëse ju ngritet aktakuz për çka do, a do t'jepni dorëheqje? Jo, sepse aktakuza me automatizëm nuk do me thanë se ke faq, sepse në shtetin tonë aktakuzat ngriten çdo ditë për çdo gjë. Mirë po në qoftë se ka një fakt të vogël për këtë shpërdorim, me një në atë sekond do gjap dorëheqje. Mira, kemi përdor veturën zyrtare për punë personale. Unë veturën zyrtare nuk e përdor edhe për lëvizje zyrtare kushtimisht, shumë rrallë, dhe me thëme ekstrem rrallë e përdor veturën zyrtare, gjithmonë para pëlqejt të ecin në këmbë, ndërsa kur bëhet fjalë për ndonjë destinacion më të largët, atëherë ndodh që ta përdor. A kemi bu transparent sa pare i harxhon në reprezentacion, dreka, dorka? Po, gjithmonë, edhe tash, edhe në të ardhmen do të bëjmë, qytetarët e shohin. Sa gra udhëheqëse dikasterave apo drejtoresha do të emrojsh? Po edhe tani ne kemi diku mbi 50% të udhëheqësve të sektorit dhe të shkollave gra, unë do të tentoj që këtë numër të arris në mandatin e ardhshëm.